Koha për të ndalur tek trillet e motit ashtu siç i kemi quajtur her pas here zonën e Vezotrinjë, sepse në fakt të tilla kanë qenë situatat me kushtet atmosferike përgjatë këtyre ditëve në territorin shqiptar. Në fakt kemi temperatura më të ulta gjatë këtyre ditëve, por se sa do të vazhdojnë dhe a do të kemi një të nxehtë që kthehet përsëri siç ishte në fundin e qershorit apo pak ditë më parë. Me Akil Osmanin, sinoptikanin, i cili na ndihmon her pas here në Mirëmëngjes Shqipëri të kuptojmë pak se ku jemi me kushtet klimatike. Jam në komunikim të drejt për drejt në këto momente, dua ta përshëndes, t'i uroj mirëseardhjen. Mirë se vjen, Akil. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjej. Kemi temperatura pak më të ulta, që është e vërteta gjatë këtyre orëve të fundit, po që të vinim tek këto temperaturat e ulta duhet të përballeshim edhe me stuhi, ciklone, me tornado, nuk e di çfarë tjetër nuk kishte mbrëmja e të martës. Në fakt keni të drejtë pasi një masë ajrore e ftohtë e cila shumë shpejt reportoi drejt qendrës së rajonit të Ballkanit bëri që për territorin shqiptar të kishte një rënje të menjëhershme të temperaturave të ajrit pasi ka patur dhe përplasjes të dy masave ajrore me veti të ndryshme. Njëra ka qenë e ngrohtë, ndërsa tjetër ka qenë e ftohtë dhe e lagësht, duke bërë që me ardhjen e kësaj mase ajrore të ftohtë të kemi patur edhe prezente reshje dhe shiut në formën e rebeshjeve, por më së shumti më problematike ka qenë parametri i erës, ku kryesisht në zonat jugore një shpejtësi e erës ka qenë edhe mbi 85 apo 90 km/h shumë pranë vijës bregdetare, ku qytete si Saranda, zona e Himarës, Vlora, kanë patur her pas here stuhi shumë të forta të cilat kanë sjellë edhe dëme të ndryshme. Jo vetëm këto dy lokalitete kanë qenë me erëra shumë të forta, por po ashtu edhe qarku i Gjirokastrës, Durrësi po ashtu e pas here kanë patur erëra shumë të forta, por që më së shumti më problematike situata është paraqitur në jug të Shqipërisë, aty ku ka qenë edhe stuhitë e erës kanë qenë shumë të forta. Dhe pjesa tjetër e territorit ka përjetuar prezente reshje dhe shiut në formën e rebeshjeve të shoqëruara her pas here me fuqizim të parametrit të erës, ka patur shkarkesa të shumta elektrike, prezenca e lagështirës në ajër ka qenë shumë e lartë, duke bërë që edhe reshjet në disa zona të kanë qenë edhe mjaft intensive. Me rënien e këtyre reshjeve ka patur edhe një rënje të temperaturave të ajrit, rënje e cila reflektohet që në mëngjesin edhe në mëngjesin e sotëm, duke bërë që minimumet të kanë një rënje me rreth 3 gradë Celsius nga dita e dieshme, duke bërë që të regjistruar në qytetet e zonave malore minimum e rreth vlerës 15 gradë Celsius, ndërsa për sa i përket urtësisë perëndimore luhat nga 17 deri jo më shumë se vlera 23 gradë Celsius në vijën bregdetare. Jo vetëm në orët e para të mëngjesit, por po ashtu edhe në mesditën e sotme kemi një tjetër rënje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet tjera të vlerave 33 gradë Celsius janë pothuajse tipike për sa i përket muajit, por zonat të cilat do të jenë me temperaturat më të larta mbeten kryesisht qarku Elbasan, Berat, një pjesë e Gjirokastrës, ndërsa kryeqyteti Shkodra luhate rreth vlerës 32 gradë Celsius në mesditën e sotme, po ashtu rënien e temperaturave të ajrit kemi edhe për vijën bregdetare, duke bërë që aty maksimumet të luhaten nga 28 deri rreth vlerës 31 gradë Celsius. Pastaj zona më e freskët mbetet juglindja e territorit shqiptar, gjithë zona malore, duke bërë që aty maksimumet të regjistrohen rreth vlerës 25 gradë Celsius. Për sa i përket kushteve atmosferike, ditën e sotme mbetemi në mbitotërimin e motit të qëndrueshëm pothuajse në të gjithë territorin shqiptar, vetëm në zonat të izoluara në verilinje pritet momente të pakta me rebeshje të përkohshme shiu, por nuk është se kemi vetëm këto lajme të mira për sa i përket kushteve atmosferike, por po ashtu pritet që sërish të ditën e premte të kemi një sistem të përkohshëm i cili të preki territorin shqiptar. Sistemi ka kryesisht prezencë të lartë të lagështirës në ajër, duke bërë që të kemi sërish të reshje në vendin tonë. Reshje të cilat pritet që pothuajse gjithë vendion të jetë në ndikimin e tyre, her pas here do të jenë në formën e rebeshjeve, po ashtu rikthehen stuhit e forta të erës ditën e premte, pasi sot kemi një rënje të intensitetit të erës me një shpejtësi që shkon rreth 65 km/h në intervale të shkurtra kohore, por ditën e premte nesër, pra i referohemi ditës nesërme gjithmonë. Po. Dita e nesërme ka kryesisht rebeshje shiu, të cilat do të jenë prezente pothuajse të gjithë territorin shqiptar në zonat e izoluara, do të kemi edhe
rreshje në formën e breshërit. Në disa zona të izoluara, kryesisht në veri lidhje dhe në juglidhje të territorit shqiptar, aty pritet që të jetë edhe mundësia më lartë për këto rebeshe në formën e breshërit. Po ashtu, studitë e erës, pritet të jenë mjaft prezente në vendin tonë dhe sërish mbetet më ekspozuar nga këto studi të forta aere ku shpejtësia në intervalet e shkurtra kohore shkon edhe mbi 90 km/h, jug perëndimi i territorit shqiptar pa qarku i Vlorës, qytete si Saranda, po ashtu via bregetare e zonës jug perëndimore mbeten të ekspozuara nga këto studi të forta aere, qarku i Gjirokastrës, po ashtu edhe pjesa tjetër e vijës bregetare si Fieri, Durrësi, Lezhë, her pas here do të preken nga studi të forta aere ku aty. Duke u gjitur më në veri, pritet vjera të jetë pak më e lehtë, pra nëse në zonat jugore presim një që shkon mbi 90 km/h, duke nisur nga Durrësi dhe paktën deri lart në Lezhë, pritet që aty era të jetë rreth 75 km/h, por që sërish të mbetet mjaft e fortë. Por jo vetëm në det dhe në vijën bregetare, po ashtu edhe në tokë her pas here, ditën e premte era do të paraqitet mjaft problematike, pasi edhe në tokë do të jetë me shpejtësi nga 65 km/h, kryesisht në zonat jugore si më prezente, dhe shumë pranë 80 km/h pra në sipërfaqe toksore. Çka do të jetë të pyes ndryshe, sa shqetësuese do të jetë për ata që kanë zgjedhur të pushojnë gjatë ditës nesërme dhe do t'i drejtohen Bregdetit mbase gjatë drekës apo pasdite? Në fakt, të paktën deri në orët e mesditës pritet që të jetë situata jo mjaft e favorshme për të gjithë ata të cilët kanë zgjedhur të pushojnë drejt vijës bregetare, pasi sigurisht që vranësirat do të jenë të shumta. Her pas here do të ketë këto rebeshet e shiut, edhe pse do të jenë afat shkurtre, por do të jenë prezente dhe do të shoqërohen, jo vetëm që do të kemi rreshje shiu, se po themi ndoshta dikush mos e ketë problem, po përveç rebesheve të shiut, do të ketë edhe her pas here stuhi ere, çka e bën po themi të pamundur qëndrimin në vijën bregetare. Sigurisht që do të ketë intervale edhe po kemi qetësim të parametrit e erës, por të paktën deri në mesditë sinjalet janë që të ketë një situatë jo të favorshme për të gjitha. Paktën deri rreth orës 12 të mesditës. 12 po, dhe pastaj po. Jo, ndjes dua të di për shtunën dhe të dielën pastaj. Është një situatë që do të vi duke u ndryshuar, duke u përmirësuar apo e kundërta? Në fakt, për sa i përket kushteve atmosferike, duke filluar pjesa e dytë ditës, gradualisht që ditën e premte kemi një përmirësim të kushteve të modit të paktën në vijën bregetare. Mbetet era problematike. Ky përmirësim i kushteve atmosferik deri në orët e vona të mbrëmjes së ditës së premte dhe orët e para të mëngjesit të ditës së shtunë do të jetë në të gjithë territorin shqiptar, duke bërë që dita e shtunë dhe dita e diel kryesisht të ketë një mod të qëndrueshëm. Kjo do të ketë intervale të gjata me diell, në vijën bregetare do të jenë më të dukshme, por her pas here do të ketë kalime vranësira të cilat të fokusuara do të jenë në zonat malore, nuk ka sinjale që të ketë prezente rreshje të cilat të jenë në sipërfaqe të mëdha. Por pritet vetëm në zonat izoluar, në veri lindje, ndonjë rebesh izoluar, por që nuk është do të jetë problematik për sa i përket fundjavës. Nëse flasim për parametrin e erës, sërish parametri i erës mbetet prezent problematik në territorin shqiptar, jo në shpejtësi 90 km/h, por do të jetë her pas here në 65 apo 70 km/h në intervalet të shkurtra kohore në zonat izoluara. Kështu që duhet patur pak kujdes për sa i përket dallgëzimit në det, pasi her pas here do të shfaqet problematik parametri i erës në territorin shqiptar. Nëse flasim pastaj për temperaturat e ajrit, ditën e premte do të ketë një pjetërrënje të tyre, duke bërë që maksimumet të zbresin rreth vlerës si 29 apo 30 gradë Celsius në orët e mesditës, por jo vetëm do të ndihet rënja e temperaturave që në orët e para të mëngjesit, ku do të ketë minimume të cilat zbresin rreth vlerës si 20. S'do ishte keq që ndronin për ca kohë kështu me maksimume 29-30 apo jo Akil? Në fakt, për fat të mirë, është mirë që të kemi këto periudhat të cilat pas kohë shumë të gjatë me temperaturat të larta, ky freskimi po themi e bën trupin të ndihet pak më komod. Pasi temperaturat të cilat janë në 30 gradë Celsius në muajin korrik, do të thënë që janë edhe temperatura pak më të ulta se sa vlerat normale. Por për sa i përket fundjavës, dita e shtunë ka një rënje të temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet të jenë rreth vlerës
10 gradë Celsius në qytetet e zonave malore dhe shanurë serim perëndimore të luhate nga 13 dhe pramlerave 20 gradë Celsius në qendra qytetare gjatë mëngjeseve, por mes ditas sjell rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të jetë vlerës 32-33 gradë Celsius, dita e diel sjell një tjetër rritje të temperaturave të ajrit me ndjeshmën në orët e para të mëngjesit, ndërsa në orët e mesditës sillen maksimumet e vlerës 35 gradë Celsius. Akil, po, përfundoj sepse kam një pyetje të rëndësishme. Jo, doja të dija, në ndjesën se të ndërpreva, doja të dija për sa i përket tokave bujqësore, fermerëve, sepse më the që ka edhe rrezik për breshër ditën e nesërme. Ku duhet bërë kujdes? Kujt, le të themi, zonash në vendin tonë i drejtohesh? Në fakt, nëse flasim për rebeshet e shiut, disim rebeshet e shiut dhe rebeshet në formën e breshit, të cilat janë më problematike, pasi reshjet e shiut janë më së të mirë pritura gjatë stinës së verës, por këto rebeshet në formën e breshërit sjellin dhe problematika të shumta për sa i përket fermerëve dhe më së tepërmi zonat të cilat janë më të ekspozuara që këto rebeshet i kenë janë kryesisht verilindja të teritorit shqiptar dhe juglindja, pra nëse flasim për verilindje janë në qarku i Pukës, Kuksi, një pjesë e Peshkoprisë, ku afruar më në Burel, po ashtu një pjesë e zonës lindore, po thuaj se mbetet e ekspozuar nga këto rebeshe duke përfshirë zonën qarkun e Elbasanit, edhe juglindja, qarku i Korçës, mbeten të ekspozuara nga këto rebeshe. Juglindja mbase gjithashtu? Edhe juglindja, po qarku i Korçës mbetet i ekspozuar nga këto rebeshe pasiv. Aty është edhe ndryshimi më i madh për sa i përket diferencave të temperaturave të ajrit. Pasi ditën e premte presin një rënje me 3 apo 4 gradë Celsius të temperaturave të ajrit, dhe kjo rënje menjëhershme tyre sigurisht që shton mundësinë për sa i përket breshërit në territorin shqiptar. Nuk është edhe pjesa tjetër, mbetet e pa ekspozuar nga këto rebeshe në formën e breshërit, por do të jenë vetëm në zonat izoluara momente shumë të paka, ndërsa më ekspozuar pritet të jetë zona lindore, pra pothuajse gjithë territori shqiptar të jetë në ndikimin e kësaj. Pra gjithë Shqipëria lindore duke filluar që na Bajramçuti deri poshtë në Ersek mbetet e ekspozuar nga këto rebeshet në formën e breshërit, ku të jenë disi më problematike duhet të thënë. Dhe e fundit që kam, sepse mbase ky është edhe takimi ynë i fundit për këtë sezon, Akil, dua një parashikim të përgjithshëm për muajin gusht. Si do të jetë gushti i vitit 2026, njësoj me gushtin e kaluar, apo me ndonjë çrregullim të çuditshëm? Nëse flasim për ditët e fundit të muajit korrik dhe ditët e para të muajit gusht, ka sinjale që të kemi një tjetër vale të nxehtë të cilat të përfshi gjithë rajonin e Ballkanit, duke bërë që të kemi temperatura ekstreme. Pra ditët e para të muajit gusht do të kemi maksimume të cilat ngjiten mbi 41 në zonat të izoluara edhe mbi 42 gradë Celsius, janë sinjalet momentalisht për sa i përket kësaj vale të nxehtë që të përfshi territorin shqiptar. Mbetet të paktën javën e parë që valet të nxehtë prezente në vendin tonë, duke bërë që maksimumet të jetë shumë të larta sa vlerë normale për sa i përket muajit gusht. Nëse flasim në tërësi për muajin gusht pasaj, paktën 15 ditë si parë mbetet i ekspozuar nga këto temperatura ekstremisht të larta. Kjo stin vere në territorin shqiptar këtë ditë, duke qenë se ka qenë edhe fenomeni El Niño prezent gjatë kësaj stine vere, bën që periudhat afatgjata me temperatura të larta të jenë dominante dhe shumë prezente në territorin shqiptar, duke bërë që edhe për gjatë muajit gusht, edhe pse kemi këto valë të nxehtë të cilat vinë që ditën e parë, do të jenë her pas here prezente edhe në gusht. Pra her pas here të kemi këto valë të nxehtë duke bërë që të kemi temperatura ekstremisht të larta. Sigurisht, nëse flasim pasaj për kushtet e modit, në pjesën më të madhe të tij mbetet kryesisht në mbizotrimin e modit të qëndrueshëm. Sinjalet janë që vetëm në 10 ditën e fundit të kemi luhatje për sa i përket kushteve atmosferike, pasi gjatë kësaj stine vere, duke përfshirë këtu edhe gushtin që pritet, ka qenë ndryshe nga vitet e kaluara, ku kemi patur her pas here prezente këto stuhit me rebeshe shiu. Sigurisht që edhe për gjatë muajit të gusht mbetet i ekspozuar nga këto ndërhyrjet e përkohshme të masave ajrore të ftohta, të cilat sjellin për 1 apo 2 ditë rënje të theksuar të temperaturave të ajrit. Kur kemi dhe rënien e këtyre temperaturave të ajrit, sigurisht që shoqërohet me prezente rebeshe shiu, stuhi të forta ajre. Dhe këto fenomene nuk është e përjashtohen edhe për gjatë muajit gusht. Pra,
ky gusht pritet që të jetë mjaft dinamik, si për sa i përket temperaturave të ajrit, po ashtu edhe kushteve atmosferike. Temperaturat të cilat ngjiten edhe në ditët e para të gushtit mbi 41 gradë Celsius. Akil Osmani, të falenderoj shumë për kontributin e madh që ke dhënë gjatë këtij sezoni për programin Mirëmëngjes Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar, për një raportim të detajuar dhe shumë preciz të situatës atmosferike për ditët në vijim. Dua të të uroj një gusht të mbar dhe ritakohemi sezonin tjetër. Faleminderit, kënaqësia ka qenë imja që bashkë të ndajmë motin dhe njerëzit të marrin informacionin nëpërmjet televizionit shqiptar. Ishte kënaqësia e ime dhe ju kalofshi një gusht sa më të mbar edhe pse jo, të ritakohemi në sezonin e ardhshëm. Faleminderit shumë Akil. Të uroj gjithashtu një fundjavë të këndshme. Ecim me programin Zonja dhe Zotrin, ne do të shkojmë në një tjetër temë. Do të flasim pak për festën e çobanëve. Po ku është bërë kjo festë, mësojeni vetëm pas pak.